punë nga ana SPAK-ut. Dosje pafund që nuk preken fare, sepse me njërën apo më tjetrën goditet ky e goditet ai, ndërkohë që jo më vonë se para 30 ditëve, unë kam çuar prova të reja, për shembull për dosje 184. Dosje e cila për mua është dosja më e rëndë që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, sepse nuk ka lidhje vetëm me procesin 184 ula, ka ngaluar vite. Jo, dosja është në apel, por ne çmojmë se këtë e parashikon dhe ligji, se përpos faktit që nuk janë hetuar personat përgjegjës, pra janë gjithë 4 njerëz të rangut fundit, edhe gjoja se po i dënojmë këto për shpërdorim detyra, ndërkohë që provat e reja që unë kam depozituar në SPAK, duhet të detyronin SPAK-un rishikimin e kësaj çështje, dhe në këtë kuadër, unë edhe sot, këtë i them Dumanit, i jap një rast tjetër, që të tregoj Dumani, që është aty për zbatuar ligjin dhe urdhat politik. Po ky nuk është rasti i parë që ju e vini në provë Dumanin dhe SPAK-un. Ju keni bërë shumë kallëzime. Po le të bëj çfarë të doj Dumani, unë do të vazhdoj ta bëj. Jo, e kam fjalën e keni testuar mjaftueshëm. Unë do të vazhdoj ta bëj sepse mbas Dumani. Ju ka surprizuar ndonjëherë për mirë? I vlerësoni ndonjë lëvizje? Po. Nga hetimin, tërësia e kallëzimeve që keni bërë ju. Jo hetimi pse lidhej Merion Veliajn, po me thënë të drejtën, unë e kam analizuar totalisht dosjen e hetimit të prokurorit Dado edhe të zotit Dumani, që lidhet me Merion Veliajn, pavarësisht se unë jam e pakënaqur që pse hetohet vetëm për këtë dosje dhe nuk hetohet dhe për dosjet e tjera, por mënyra e hetimit që lidhet me këtë dosje, realisht mua më ka surprizuar për mirë. Pra, e kishin nisur nga poshtë lart. Po atëherë si e shpjegon tani këtë pra? Faktin që Sulmoni është i kapur nga qeveria, ndërkohë ka shkëlqyer me këtë performancë sipas vlerësimit tuaj. Pra, i kanë aftësitë. Pra, nuk ka krim intelektual që nuk e heton dot Dumani. Kjo tregon që Dumani ka aftësitë, edhe Olsi Dado, edhe prokurorë të tjerë. Sepse nuk mbajti këtë qëndrim Olsi Dado për Olta Gjaçkën, po bëj një pyetje unë. Po sepse ato dosje penale që na çojnë ne drejt Edi Ramës, e stopojnë Dumanin. Dhe unë e ftoj Dumanin që sot, pra vendos Rama për të gjitha thoni ju. Patjetër, që të na tregoj, na vërtetoj të kundërtën dhe unë do dal publikisht që t'i kërkoj ndjes. Okay. Kjo provë sot e di që ka vijuar mashtrimin Irena Gjoka, që nuk ekziston vendimi, dhe unë e kam sfiduar, let më kallëzoj penalisht. Dhe tani ka mundësin Altin Dumani që kjo prova ekziston, dhe Irena Gjoka duhet shkoj para ligjit sepse ka mashtruar gjithë sistemin që nga 2016 dhe sot, apo e kanë falsifikuar unë apo ne të PD-s dhe let na çoj para ligjit. Kjo është sfida që unë i bëj Dumanit. Duhet të zgjedhë. Tani, hym pak tek fushata elektorale. Para se të nisnim intervistën, më thatë që sot, këtë herë më saktë, në këto zgjedhje, në terren situata e Partisë Demokratike elektoralisht është më e mirë se nga 2013, më thatë apo jo? Po. Në këndvështrimin tim, më e mirë që nga 2013. Atëherë po e nis nga ky lloj konkluzion i juaj. Pse e mendoni kështu? Po, sepse unë të paktën aktivisht kam marrë pjesë në 2 fushatat e fundit. Po. Qoftë në të 2021-shin, qoftë në të 2023-shin. Po. Për të mos analizuar situatën e 2023-shit, sepse ne në fakt edhe politikisht ishim shumë keq. Partia Demokratike ishte për qartë. 2023 ishte zgjedhje vendore, kështu që... Po, prap, ne ishim edhe më keq. Mirë, po është tjetër gjë. Dakord, po e marr në aspektin politik gjithmonë. Krahasojmë me 2021-shin, sepse ajo ka qenë periudha zgjedhjet më të mira, ka pasur një rezultat optimal opozita në drejtimin e Lulzim Bashës, duhet thënë kjo. Jo, s'ka qenë rezultat optimal. Po si, nga 2013 e këtej ajo ka qenë 2021-shin, sepse ishte e bashkuar opozita, ishte në ditët më të mira të saj. Po, unë mendoj që nëse do ishin brenda një koalicioni, unë mendoj se rezultati do ishte shumë më i lartë,
por të mos i hym këtyre pazareve në këndvështrimin tim. Po pse është më mirë sot sipas jush, sepse është e copëzuar opozita realisht. Sa nuk shumë parti të reja që janë. Le të jenë, nuk e konkurrojnë dot. Nuk e konkurrojnë dot një koalicion që ka 25 parti. Sondazhet janë fake. Sondazhet paguhen nga mediat e inseраторëve, sondazhet paguhen nga krimi, sepse duan të krijojnë në publik perceptimin që Rama do t'i fitojë zgjedhjet. Nuk ka asnjë shans që Rama do t'i fitojë zgjedhjet. Mund të ketë ndonjë mandat që mund ta marrë ndonjë parti e vogël, unë ndërto mund të shikoj Agron Shehajn, që mund të marrin ndonjë mandat, të tjerët thjesht do marrin disa vota të cilët ata shpresojnë se mund t'i shërbejnë Edi Ramës, po në rastin konkret nuk do t'i shërbejnë Edi Ramës, sepse Edi Rama nuk do të marrë më dot 71 mandate. Edi Rama të paktën edhe sipas sondazheve të brendme është 968 mandate dhe këtë e ka deklaruar vetë dhe unë të jap garanci maksimale që Partia Demokratike në aleancë me të gjithë partitë brenda këtij koalicioni do të jenë fituese mbi 74 mandate. Kjo është deklarata e fortë. Është bast publik i fortë. Jam e gatshme të vi këtu pas zgjedhjeve. Kështu deklaroni dhe pas zgjedhjeve gjeni të njëjtën alibi pastaj që i vodi i deformoi. Jo, ka ndryshuar shumë gjëra. Ja, pse të them, ka ndryshuar në ndryshe nga 2021, ju mund të thoni që partia ishte e bashkuar, po mos harroni që kishim një ambasadë amerikane në urdhrat politik të George Sorosit, të cilët në çdo moment reagonin vetëm ndaj opozitës dhe jo ndaj pozitës. Pra, ju e mbani mend shumë mirë çfarë ndodhi me marrëveshjen e 5 qershorit, që u miratua dhe u firmos brenda ambasadës. Është e vërtetë, ajo e ndryshoi komplet. Gris, jo vetëm ka, jo të lutem se duhet t'ja kujtojmë publikut. Çfarë ndodhi? Ndërkohë që komisionerët vazhdonin numërimin, një mafioze me emrin Yuri Kim del dhe thot urime për fitoren e Edi Ramës, zgjedhjet ishin shumë të mira, të lira, demokratike, ndërkohë që komisionerët vazhdonin numërimin dhe ndërkohë që rezultati nuk kishte dal as i përkohshmi nga KQZ-ja, jo më një rezultat i mandatuar. Pse deklarata e saj ndryshoi votat? Patjetër, sepse ikën komisionerët. U shpall rezultati e dashur. Tash ne në Shqipëri jetojmë, në këtë fshatin ton, të mirë, që po doli ambasada ka mbar fund. Ndërkohë, situata gjeopolitike me ndryshimet në Amerikë kanë bërë të ndryshojë jo vetëm qëndrimi i ambasadës amerikane. Keni parë ndonjëherë ju të dalë ambasada këtë kohë? Mirë, po, jeni sikletosur pak këto ditët e fundit nga çështja që ju ka dalë me lobimin $6 milion për shembull. Jo fare, ta sqaroj unë edhe çështjen patjetër. Po, ta sqaroj unë. Se nuk bëhet transparencë. Kush janë donatorët e kësaj shumë? Jo, po si jemi ka dalë personi. Ka dalë personi. Jo, ai është garantori. Garantori. Atëherë, kjo nuk i takon fare njerëz Shqipërisë. Kjo është një marrëveshje, po se s'ka efekte. Kjo është një marrëveshje, po nuk ka efekte financiare në raport me sistemin juridik shqiptar. Përsa kohë që Partia Demokratike pranon një shërbim të bërë, të deklaruar sipas ligjeve amerikane dhe nëse ne do kishim gjëra për të fshehur, pse do ta deklaronim ne kontratën në fara? E para, e dyta, efektet nuk kanë filluar akoma financiare. Pse ne duhet themi 6 milion? Se ka krijuar kjo mbas 3 muajve, mbas 3 dritë hije, atëherë pse nuk dilni ta bëni transparente këtë kontratë? Po ku do ta bëjmë transparente? Sepse ne nuk kemi detyrim. Ne kemi detyrimin të bëjmë transparent për gjërat që paguan Partia Demokratike. Sepse nëse do kemi vetëm 2 momente po flasun. Pra, lobimet që ka bërë qoftë Lulzim Basha, qoftë Edi Rama me Gonigalin dhe problemi i këtyre 2 lobimeve me Amerikën janë se janë bërë në mënyrë të fshehtë. Pra, Lulzim Basha nuk deklaroi 750.000 euro në fara, po ka deklaruar 25.000 euro nga Partia Demokratike. Po mirë, $6 milion mund t'i japin vërtet patriotët, është një shumë e madhe. Po për 2 vjet pse mos japin? 250.000 euro në muaj janë. Dhe nuk është unë po flas për standardet në Amerikë. Dhe ne nuk mund të themi sot
sepse kontrata mund të prishet mbas 6 muajve. Atëre ne të gjithë mendojnë që ky lobim po bëhet për heqjen e non gratos. Ju pse nuk e pranoni këtë? Po nuk e pranojmë, sepse ne e kemi pranuar çdo gjë që kemi bërë, patjetër që doktori edhe ka deklaruar që unë do loboj, ashtu siç ka deklaruar dhe gjithë proceset gjyqësore që ka bërë. Jo, ai ka deklaruar do loboj pa para. Thash pra. Në fillim. Kjo është problemi. Dhe në asnjë pikë të kontratës e para, sepse ju e dini shumë mirë, hajde se po gënjemi ne, po nuk kanë asnjë lloj arsyeje që politikan shumë të rëndësishëm në Amerikë, kompani shumë serioze lobuse, të fshehin fakte që nuk ka arsye për t'i fshehur, sepse në këndvështrimin tim, unë jam gati për këtë që po kalon Shqipëria në të gjithë të vite, 6 milion, e disa pak më duken, 600 milion euro jam gati unë të paguaj nëse do ke mundësi, vetëm për të rrëzuar Edi Ramën.